Frontline sot do t'jetë fix në Frontline. Bashkë me ushtarët amerikanë të KFOR-it nga Nothing Hill, jemi duke u nisur për të parë një ditë të tyre. Si është patrullosh, si është jesh në vijën e parë të frontit në ruajtjen e sigurisë në veri të vendit. E ndishtin vazhdim. Good morning. My name is Lieutenant Campbell. Përshëndetje, unë jam togeri Mario Campbell. Përndryshe unë jam toger në njësinë e Komsorisë të KFOR-it amerikan dhe ne operojmë në pjesën veriore të Kosovës. Ne patrullojmë në disa komuna të kësaj ane dhe patrollat tona janë në këmbë dhe me automjete. Zakonisht e kemi një ekip dhe ekipi ynë përbëhet nga 7 në 10 persona. Varësisht prej detyrave që kemi sot, do të shkojmë në qytetin e Leposavicit, që është 5 minuta larg nga këtu, dhe shumica e banorëve të kësaj ane jetojnë në atë qytet. A ka diçka specifike për çka shkoni sot në Leposavic, a është pjesë e rutinës së aktiviteteve që i bojnë në bazat ditore? Kjo që ne e bëjmë është rutinë e përditshme. Leposavici i ka dhe disa fshatra të cilat gjithashtu i patrullojmë. Sot nuk do të kërkojmë asgjë specifike atje, thjesht do t'i takojmë banorët dhe do të shohim nëse kanë ndonjë kërkesë. Kur arrin në qytet, thjesht shëtisin. Për të parë andaj pari, pa ngut, ulen për të pirë kafe. Shijojnë kafen bashkë me rrezet e diellit. Kujdesen që të gjithë të shohin e ta ndjejnë sigurinë që ofron prezenca e tyre aty. Janë miqësorë dhe jo vetëm me njerëzit. Qend e Lepos, si që thrasin Leposavicin, nuk u ndahen për asnjë moment në shëtitjet e tyre në qytet. Yes, exactly, yeah. Lepo. That's what we call it. Leposavic is... E në Lepo, ushtarët jo rrallë edhe i shpenzojnë paratë e tyre. Kjo, si thonë, për t'i fuqizuar shitësit lokal. Në një ditë tipike ne shëtisim për rreth. Ka shëtitore, ka kafeteri, nga njëherë ulemi bashkë me ta dhe pim një kafe. Shpenzojmë para këtu. Zakonisht njerëzit na presin shumë mirë. Në patrullat tona kemi përkthyes shumicën e kohës, sepse njerëzit nuk e din shumë gjuhën angleze. A ka raste kur duhet ndonjë intervenim, kur ka nevojë për ndërhyrje? Never, really. Në qytet asnjëherë nuk kemi pas nevojë të ndërhyjmë dhe ta bëjmë punën tonë për çka jemi të thirrur. Policia e Kosovës i ka këtu 2 pika dhe ata kujdesen për sigurinë dhe mirën me çështje sigurie. Nuk ka pas nevojë për ndërhyrjen tonë. Me që u përmend policia, çush është koordinimi me ta në përgjithësi, jo vetëm për qytetin, por edhe në zona tjera kur mund të ketë nevojë për ndonjë bashkërendim të aktiviteteve. Kontingjenti amerikan ka gjithmonë takim me policinë kufitare të Kosovës. Në baza javore takohemi dhe diskutojmë për gjërat që i bëjmë. Për shembull, koordinohemi për punët që jemi duke i bërë, për ato që duam t'i bëjmë dhe për planifikimet eventuale. A ka pas ndonjë situatë specifike? No, these are routine. Kjo është puna jona e përditshme. Takimet janë të zakonta, të para organizuara. Nuk ka diçka që shfaqet në mënyrë të përnjëhershme. Zakonisht janë të koordinuara. Veç togerit edhe ushtarët e kanë të qartë punën që i pret. My name is Yamil Maldonado. I'm an infantryman. Unë jam Jamil Maldonado, ushtar i Komsorisë i shtetit të Oregonit të ushtrisë rezervë. Sot do të kemi një patroll në qytet dhe më vonë një në Bjeshk. Varsisht ku jemi, për shembull, kur takohemi këtu në qytet, zakonisht nuk kanë ndonjë brenga, por shqetësim, por kur ndalemi dhe flasim me banorët në Bjeshk. But we went up on the mountains one time and Për shembull, njëri nga banorët na ka kërkuar ujë dhe i kemi siguruar ujë mirë, po i kemi dhënë edhe shujta të gatshme ushtarake. Nuk kanë shije të mirë, por u adham që të kenë çka të hanë.
crazy problems though. Që sa kohë jeni pjesë e ushtrisë dhe a keni çdo ditë këtë detyrë, le ta quajmë? Yeah, so 3 years. Ka 3 vjet që jam ushtari i ushtrisë amerikane, kurse në Kosovë kjo është rutina ime e përditshme. Rrallë ndodh të kemi punë më specifike. Ndërkohë, nëse në zona më malore kërkesa është për ujë, qyshe përmendën, në qytet, çka ka njerëzit kërkesa, çka kërkojnë prej ushtarëve? I think if anything, our presence is appreciated. Prezenca jonë vlerësohet shumë dhe jemi të mirë se ardhur. Many of them are just thankful that we're here. Keeping an eye out. Përndryshe ne ndihmojmë policinë e Kosovës kur ka nevojë. But again, you know, like here, Ky qytet gjatë ditës dhe natës është shumë i gjallë. Ka jetë edhe gjatë natës. it's always lively. They're having a good time at the bars. We watch, we're not there. Pas bisedave, shëtitjes rutinore në qytet, kafese takimeve me banorët, ushtarët nisën në detyrën tjetër. Bashkë me ushtarët e KFOR-it kemi lëvizur nga qendra e qytetës së Leposaviqit. Kemi bërë rreth 30 ose pak më shumë minuta rrugë, një rrugë gjarpërore mes malesh të bukura të kësaj pjese të Kosovës, për të arritur në zonën më kufitare, afër Belobërdos. Me këtë ndrym tonin kanë ndruar edhe veshjet, le t'i quajmë ushtarake të ushtarëve, janë armatosur dukshëm më shumë se sa që ishin në qytet. Pse bëjnë diçka të tillë, çka bëjnë tash këto në këtë pjesë, do t'i diskutojmë në vazhdim. Yeah, so putting on our gear and carrying our normal weapons. Ne i kemi vendosur pajisjet standard që duhet i ketë një ushtar për punën që e bëjmë ne, pajisjet shtesë. Janë si rrjedhoje procedurës standarde që e bëjmë sidomos kur jemi këtu në afërsi të pikës kufitare. Pse jemi pikërisht këtu? Është për shkak të një pike të ujit të pishëm që është e rëndësishme. Pastaj kemi edhe disa miniera ku disa punëtorë vinë, janë nga andej dhe këndej kufirit, dhe ata qarkullojnë këndej, ne i shohim për ditë. Janë edhe disa rrugë ilegale të kalimit të kufirit dhe ne i monitorojmë edhe ato rrugë edhe zhvillimet këtu. So our vehicles will stay here on the road. Veturat tona parkohen poshtë skaj rrugës, kurse ne patrullojmë në këmbë. Siç po shihet, nuk është shumë kënaqësi e madhe të ngjitemi sepse është shumë lart, mirë po ne bëjmë këtë edhe me vetura, edhe në këmbë. Kur i përfundon rruga që mund të ngjiten me vetura, ushtarët i lën veturat aty edhe nisin të ecin këmbë. Është një pikë në cilën duan të arrijnë, sepse shohin shumë qartë edhe pjesën e Kosovës edhe të Serbisë, por këtë rrugë që është rreth 800 metra, goxha e lartë, e bëjnë me goxha peshë shtesë. Unë veç e provova jelekun antiplomb, është shumë i rëndë, e kam pranë vetës ushtarin që do ta pyes sa peshë çdo ditë në baza ditore bart në këtë rrugtim që e bën. So on a daily basis, what our Ajo kit që ne looks e like bartim në baza ditore kur ecim është jeleku antiplumb që ka 2 pllaka të metalta për mbrojtje nga gjuajtjet. E kemi karikatorët që bartim me vete, armën, ujë shtesë, helmetën dhe krejt kjo llogaritet tiket rreth 15 kg. Por pse është e rëndësishme që të bëhet kjo kontroll nga kombësoria në baza ditore? Na shpjegon për Frontline Mickey Miller, nga njësia për marrëdhënie me publikun e Komandës Rajonale Lindore të KFOR-it. Pra, si që dini, KFOR-i operon sipas rezolutës së UN-it dhe ne kemi për obligim që të sigurohemi që qytetarët e Kosovës të kenë siguri dhe jetë të sigurt të përditshme. Këtu lart është vija administrative kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe ne patrullojmë për arsye se janë disa objekte të rëndësisë së lartë dhe ne duhet të sigurohemi që gjithçka me to është në rregull.
Janë 2-3 objekte të tipit të rëndësisë së veçantë. Është fabrika e procesimit të ujit të pijshëm, pastaj është një minierë që i ka disa hyrje. Çka është me rëndësi të theksojmë për KFOR-in si një brigadë multinacionale është sepse ne duam të kemi prezencën tonë këtu çdo ditë. Keqbërësit potenciale që do të mund të targetojnë një cak këtu ne i parandalojmë duke shfaqur prezencën tonë këtu. Kështu që i pamundsojmë ata nëse kanë tendenca për të bërë diçka të tillë. Kur sigurohen që gjithçka është në rregull dhe kur kanë vështruar nga pika më e lartë në Belo Bordo në të dy anët, ato të Kosovës dhe Serbisë, kthehen në bazë. Në Notting Hill, secili ushtar gjithmonë kur kthehet, duhet të kryej procesin e pastrimit të armës. Të gjithë duhet të sigurohen që në armët e tyre të mos ketë as edhe një fishek të vetëm.